Do të shohim në librin e psalmeve sot, edhe libri i psalmeve është një libër i veçantë, sepse na tregon për bekimin që ne kemi përpara Perëndisë, edhe nëse dëshirojmë që të jemi të lumtur ose të bekuar, libri i psalmeve është ai libri që na mëson pikërisht për këtë. Edhe ne do të shohim pikërisht këtë sot. Atëherë, nëse keni fjalën e Perëndisë me veten, mund të hapni atë. Tema e psalmit 5, si e kam quajtur, është si të ecësh me Perëndin. Tani mendoj që mjaft nga ne mund të thënë, base nuk kemi nevojë dhe aq për këtë sepse dim. Por janë pikërisht gjërat e rëndësishme bazë, ato që ndonjëherë na bëjnë ne të devijojmë. Kështu është mjaft e rëndësishme të rikalibrojmë jetën tonë e të sigurohemi që jemi duke ecur me Zotin. Edhe Bibla na tregon te Zanafilla, personin e parë që eci me Perëndin, ai quhet Enok. Te Zanafilla 5 na thuhet që Enoku eci dhe madje ai eci 300 vjet me Perëndin. Te Bibla na tregon që ai u rrëmbye. Dhe ndërkohë që ai u rrëmbye, më mbrapa ne kemi gjykimin, sepse Perëndia gjykon këtë planet përmes përmbytjes së Noel. Edhe Enoku është pikturë e kishës së Jezu Krishtit, e juve dhe imja. Dhe kjo pikturë është në dhjatën e vjetër. Edhe Bibla na tregon që së shpejti ky planet do të përballet me zemrimin e Perëndisë. Po përpara se të ndodhë kjo, kisha duhet rrëmbehet. Edhe ne jemi kthyrur nga Perëndia në një bashkësi me Zotin kur u shpëtuam. Sepse ne u shpëtuam për një marrëdhënie me Zotin. Edhe në këtë marrëdhënie, çdo njeri i rilindur duhet të ecë me Perëndin. Ashtu si Enoku eci, kështu të ecim edhe neve. Edhe Bibla na tregon shumë për ecje me Perëndin, por tek Psalmi 5 ne lexuam atë në fillim. Do të shohim 4 elementë çelës që janë të rëndësishëm për ecjen me Zotin. Edhe së pari do të flasim për të siguruar që lutjet tona janë të efektshme. Ne duhet të sigurohemi që me të vërtet lutjet qëndrojnë dhe arrin të shkojnë përpara Zotit. Nuk janë zhurmë, por kanë efekt. Së dyti, ne do të shohim për garantimin e marrjes së zotimeve ose të vendimeve përpara Perëndisë, sepse janë pjesë e ecjes me Zotin. Nëse dy veta duhet ecim bashkë, duhet të merrem vesh apo jo. Edhe së treti, ne do të shohim që duhet të kërkojmë drejtimin e Perëndisë në jetë. Sepse nëse ne nuk dim nga po ecim, atëherë ne duam të dim nga është duke ecur Zoti. Edhe të kërkojmë atij që të na drejtojë ai. Edhe së fundi, ne do të shohim se si Perëndia na mëson që në këtë ecje ne bëhemi inkurajues për njëri tjetër, për njerëzit e Perëndisë. Atë gjëja e parë që do të shohim tek Psalmi 5 është siguro gatishmërinë e lutjes. Po vinë re në 2 vargjet e para, vinë re kohën e ardhshme se si mbyllet vargu 2. Vargu 2 thot se ty do të lutem. Edhe vinë re që Davidi është duke kërkuar Perëndisë disa gjëra përpara. Pastaj ai thot unë ty do të lutem. Domethënë do të lutem ka të bëjë me të ardhmen. Kush ato që janë 3 gjëra përpara dhe janë mjaft të rëndësishme, vër veshin, merr parasysh edhe dëgjoj zërin, janë një përgatitje për lutje. Janë të rëndësishme të kuptojmë që nëse ne kemi këto element, atëherë ne do të shkojmë te Zoti dhe do të lutemi atij. Sepse ty do të lutem, prandaj ka 1, 2, 3, e shikoni si ka të bëjë me të ardhmen. Edhe ajo që shohim së pari është vër veshin fjalëve të mia o Zot. Tani çfarë do të thotë vërveshin fjalëve të mia o Zot, si mendojmë ne, është o Zot, të lutem më dëgjoj mua. Por Davidi nuk është duke thënë që më dëgjon. Davidi sigurisht e di që Zoti dëgjon. Edhe ne duhet ta dimë që Zoti dëgjon. Sepse Bibla thotë ai që bëri syrin sheh, ai që bëri veshin dëgjon. Por Davidi nuk është duke kërkuar që o Zot dëgjon, po dëgjon gjë me kufje ndonjë gjë tjetër, hiçi pak ato më dëgjon mua. Nuk është aty. Ai është duke kërkuar atij që të kushtoj vëmendje. Tani nga e dim ne që kjo është ajo që duke kërkuar Davidi. Ne kuptojmë Biblën duke lënë Biblën të interpretojë vetveten. Atë shikoni se si e interpreton vetveten Zoti tek 2 Kronikat 24:19. Thot megjithatë ai dërgoi profet për t'i kthyer sërish te Zoti dhe ata dëshmuan kundër tyre, por ata nuk deshën të mbanin vesh. Tani ajo që ndodh në këtë kontekst edhe është në kontekstin negativ të bësh veshin, është që Perëndia ka dërguar njerëzit e tij. Edhe ata kanë folur fjalën e Perëndisë. Po Bibla thotë që ata nuk donin të mbanin vesh. Pra çështja është që jo që ata nuk dëgjuan çfarë thanë profetët.
Ata dëgjuan çfarë thanë profetët, por ajo që ndodhi është që nuk donin të mbanin vesh. Pra ajo që po përpiqem të them është kur Davidi thotë bër veshin fjalëve të mia, o Zot, është më kushtova vëmendje. Më kushtova vëmendje, sepse ajo që po ndodh këtu është ata nuk i kushtuan vëmendje fjalëve të Zotit. Pra po flasim përpara se të shkojmë në lutje, duhet të përgatisim veten për të lutur. Edhe gjëja e parë është që Davidi po thotë më kushtova vëmendje, edhe është duke kërkuar që Perëndia të mos dëgjojë thjesht zërin, por të kthehet nga ai, edhe të mund të shohë atë, edhe të mund të dëgjojë atë, të dëgjojë shërtimin e tij, barrën e tij, kërkesën e tij, edhe çfarë ai do të çojë te Perëndia. Kjo është e rëndësishme për të kuptuar, sepse në kuptimin biblik vër veshin është të kushtosh vëmendje duke kthyer vullnetarisht nga folsi. Dhe të kapë çdo detaj, çfarë duke thënë, çfarë po thotë, duke kushtuar vëmendje. Tani në kontekstin mbretëror, një mbret ka dy mënyra si të dëgjon. Ose sipas statusit të tij, ai është mbreti, e do të vesh do të mbash një distancë me të, e ti do të flasësh, ai do të dëgjojë dhe është një dëgjim i ftohtë i asaj që ti ke për të thënë, ose mund të kthehet nga ti, edhe ashtu si një baba që kthehet vëmendje nga fëmia e tij, edhe ulet sepse dëshiron që të dëgjojë çfarë ka për të thënë fëmia. Këtë është duke thënë Davidi. Davidi duke kërkuar që Perëndia të kthejë gjithë vëmendjen e tij nga Davidi. Ata kur ne po mendojmë për të shkuar në lutje, atë ne do të shkojmë tek Zoti ynë, sepse ai është aty ynë, edhe do të thrasim atij që ai të kthejë gjithë vëmendjen e tij nga ne për atë që kemi për t'i thënë. Kjo është e rëndësishme për të filluar marrëdhënien me Zotin. Tani marrëdhënia me Zotin fillon me Jezu Krishtin. Pa këtë nuk mund të ketë asnjë lloj marrëdhënie me Perëndin. Por nëse jeni të rilindur, keni marrëdhënie me Zotin, po kjo marrëdhënie me Zotin zhvillohet. Pra bëri veshin fjalëve të mia o Zot. Duke krahasuar shkrimet me shkrimet, mund të shkoni në shtëpi edhe të dëgjeni që ky është përkufizimi biblik. Tani thot, merr parasysh meditimin tim. Gjëja e dytë që po flet për efektshmërinë e lutjes është, merr parasysh meditim, domethënë më shikon nga brenda. Tani pse më shikon nga brenda, përsëri ne flasim duke krahasuar shkrimet me shkrimet, apo jo, vetëm kështu mund të kuptojmë Biblën. Por Davidi është duke i thënë atij, merr parasysh meditimet ose mendimin tim. Tani ajo që po ndodh është ndërkohë që Davidi shkon te Zoti edhe i thot atij, a mund të kthesh vëmendjen në fakt apo e kërkon, kthe vëmendjen nga unë, kthe të fokusin tënd nga unë. Dhe gjithashtu i thot, më shiko nga brenda. Më shiko mendimet e mia. Dini çfarë? Te fjalët e urta Bibla na tregon që ashtu si mendon një njeri ashtu është. Davidi është duke hapur veten e tij përpara Zotit. Shiko Zot, mendimet e mia, shiko kush jam unë, më shiko Perëndi kush jam unë përpara teje. Sepse një njeri që ka mendime të mira është një njeri i mirë, apo jo? Tani i mirë sigurisht është ai që rilind përmes Jezu Krishtit, por në jetën praktike, kur mendimet tona janë të pastra, i pëlqejnë atij. Edhe kjo ka mjaft rëndësi. Tani meditimi im në shkrimë na mëson shumë për këtë. Te Psalmi 104, 33-34 thuhet, unë do t'i këndoj Zotit për sa kohë që t'jetoj, do të këndoj lavdërime Perëndis tim ndërkohë që kam qenien time. I ëmbël do t'i jetë meditimi im për ta. Do të gëzohem në Zot. Psalmisti është duke treguar edhe duke folur që meditimi im për Zotin është i ëmbël. Unë meditoj për ta, unë mendoj për ta. Unë kam mendime të thella të vazhdueshme për Perëndin. Përpara Zotit unë mendoj sa i mirë është ai, i drejtë është ai, i shenjtë është ai, besnik është ai, një Perëndi plot hir dhe mëshirë është ai. Davidi është duke ftuar Zotin që të marrë konsiderat anën e brendshme të tij. Vinë re, akoma nuk po flasim për lutjen, po flasim për elementet që sigurojnë një lutje të drejtë përpara Perëndis. Është si puna asaj këngës, s'ka asnjë si ti. Askush tjetër s'ma prek zemrën si ti. Unë për jetë mund të kërkoja, por ja e di. Kështu ishin mendimet e Davidit gjatë gjithë kohës. Zoti është bari im, asgjë nuk do më mungoj. Ai më çon në kullota me bartë e njohur. Ai më përtërin shpirtin. Ai duke medituar. Kuptoni që Davidi nuk është duke i thënë Zotit që shiko Zot,
Unë jam duke menduar në një botë rrëmujshme me plot gjëra, edhe mëkatare, gjithë gjëra të përkohshme, gjitha këto gjëra, edhe tani një moment I fik këto gjëra, po të vitë lutem ty jo. Davidi është duke ecur, edhe ai po I thot Zoti im, kthe vëmendje nga unë. Edhe pastaj gjithashtu me në konsiderat, sepse gjatë gjithë ditës, unë kam mendime të ëmbla për ty. Gjatë gjithë ditës, unë jam fokusuar tek ti, ktheu tek unë. Kthe vëmendje nga unë. Janë elementet kryesor të një lutje. Të psalmi 119-97, meditimi im tani është për fjalën, ose e dua ligjin tënd, ai është meditimi im tërë ditën. Përsëri Davidi është duke theksuar që ai ka mendime të thella të vazhdueshme për Perëndin, mendime të thella të vazhdueshme për fjalën e tij. Ai mediton mbi Biblën. Ai kalon ato shkrimet në mendje vazhdimisht. A mund t'i themi ne Perëndis, merr në konsiderat meditimet tona? Cilat janë meditimet tona tërë ditën? Sepse nëse meditimet tona nuk janë në rregull, as vetë lutja nuk funksionon. Sepse Bibla thot, ai që kthem veshin te nga dëgjimi I ligjit, vetë lutja e tij ka për të qenë e veri. Edhe Zoti e kupton këtë. Sepse marrëdhënia e Perëndis me vjatën e vjetër me popullin e tij ishte lidhur ngushtë me mendimet. Prandaj Zoti thot Izraelit, o Izrael, o Jeruzalem, laje zemrën tënde nga ligësia që të mund të shpëtohesh. Deri kur do të bujnë brenda teje mendimet e mbrapshta, ose mendimet e tua të liga. Te Romakët 8:5 thuhet sepse ata që prirën sipas mishit, pra në vjatën e re, kur ecin në mish mendojnë për gjërat e mishit. Dhe mishi ka gjëra të këqija. Është natyra e vjetër e jona. Edhe thot, e çojnë mendjen ose kanë mendjen në gjërat e mishit. Por ata që prirën sipas frymës, gjërat e frymës. Te Filipianët 3:19 thuhet përfundimi I të cilëve është shkatrimi, Perëndia I të cilëve është barku I tyre dhe lavdia e të cilëve është në trupin e tyre, e që e kanë mendjen tek gjërat e veshme. Pra mendja e njerëzve që ecin në mish, është si mendja e njerëzve të pashpëtuar, kanë mendjen në gjërat e përkohshme, jo në gjërat e përjetshme. Prandaj Davidi I thot 3 gjëra përpara se të lutet, edhe I thret Perëndis. Perëndia im kthe vëmendjen, ashtu si një baba që ka kthyer tër fokusin që të dëgjojë çdo pshertim, të dëgjojë rënkimin e tij, të dëgjojë lutjen e tij. Por I referohet tani Perëndis diçka. Dhe I referohet kujt? I referohet më heto. Shiko, me në konsiderat meditimet e mia, mendimet e mia. Sepse meditimet e mia janë të ëmbla përpara teje. Filipianët 2:5 në vjatën e re thuhet kjo mendje të jetë në ju, që ishte edhe në Krishtin Jezus. Esa apostulli Pawle që ne të kemi mendjen që ishte në Jezusin. Po si mund të kemi mendjen që ishte në Jezusin? Po Bibla na tregon te Parë Korintasve 2:16 që ne kemi mendjen e Krishtit. Dhe Bibla është mendja e Krishtit. Atëherë unë dua që të kem mendjen e Zotit. Edhe duhet të kem mendimet e Zotit në mendje. Edhe ka një mënyrë si ne mund të kemi mendjen e Perëndis në mendjen tonë. Edhe Bibla na tregon te Romakët 12:1-2. Prandaj ju përgjëroj vëllezër për mëshirën e Perëndis, që t'i paraqisni trupat tuaj flim të gjallë, të shenjtë, të pranueshëm për Perëndin që ka shërbimi juaj I arsyeshëm. Dhe mos u konformoni me këtë botë, po transformohuni me anë të ripërtëritjes të mendjes suaj, që të provoni çfarë është vullneti I Perëndis, ai I miri, pranueshëm dhe I përsosur. Atë ne kemi mendjen e Zotit, po kemi nevojë të ripërtërim mendjen tonë sipas mendjes së Zotit. Edhe arsyeja pse Davidi kishte mendime, si mendja e Perëndis ishte sepse ai kishte një dashuri të madhe për fjalën. Edhe ai kalonte kohë me fjalën e Perëndis, dhe duke kaluar kohë me fjalën e Perëndis, filloi të kuptoj çfarë mendon Zoti. Nëse asnjëherë se kam lexuar Biblën. Pastaj ndërkohë që unë filloj kuptoj çfarë mendon Zoti, atë filloj pastaj duke lexuar, atë filloj të mendoj si mendon Zoti. Sepse mendja e merri për të rihe. Prandaj nëse ne e lëm Biblën, atë jemi me një mendje duke u konformuar me botën. Por nëse ne kalojmë kohë me Biblën, duke lëm Perëndin të na transformojë, atë mendjet tona për të rihen. Kjo është mënyra se si ne mund të ripërtërim mendjen. Dhe treta është
ma jep çfarë të kërkoj. Kjo është e fortë tani. Tani Davidi po shkon tek Zoti dhe thot unë do të lutem. Edhe ai po përgatit veten. Edhe të dini që kur shkon në lutje, duhet të përgatitësh veten te Zoti. Duhet të përgatitësh veten që ai është kush është, Perëndia. Sepse ai është një person. Edhe do të shkosh të flasësh me një person, por ai është një Perëndi, po aq sa është Atim, edhe një Perëndi i shenjtë, edhe një Perëndi sovran që gjithë universi ekziston për shkak të një fjale nga ai vet. Fryma e jetës është në mua për shkak të atij. Atë do të shkoj si një atë, po do të shkoj gjithashtu edhe me frikë dhe me nderim. Por do të përgatis veten time çfarë të flas me Zotin. Çfarë do të them atij? Edhe ajo që ndodh është Davidi shkon edhe flet me Perëndin edhe i thot: "Ktheu nga unë, dhe më kushtoi vëmendje." E dyta është më hetoi dhe më shikoi nga brenda. Madje mendimet e mia janë përpara teje, merr në konsiderat mendimin tim. Pastaj e treta ai thot: Ma jep atë që po të kërkoj. Po duket sikur ai po urdhëron Zotin, por këtë është duke i thënë. Ma jep atë që po të kërkoj. Sepse vetë Perëndia ka vendosur lutjen si një element që ne të marrim nga Perëndia. Po që të mund të marrim nga Perëndia, duhet të plotësojmë dy kushtet e para. Edhe kushti i parë që të shkojmë tek ai si fëmijët e tij të kërkojmë vëmendjen, dhe kushti i dytë është që të kemi një mendje të ri për të rirë. Jo thjesht erdhëm këtu në takimin e të mërkurës, kemi lutje, por gjatë gjithë javës mendjet tona janë për gjëra të përkohshme, janë për gjëra të kësaj bote, janë për gjëra të vëshme. Edhe ne pastaj çfarë do ta fikim pak e të themi Zotit, nuk shkon ajo. Nuk funksionon kështu. Sepse po flasim për të ecur me Zotin. Edhe është baza. Tani thotë dëgjoj zërin e britmësime, ma jep tani. Shikoni si duke krahasuar shkrimet me shkrimet, dëgjoj zërin. E parë Samuelit 8 thot, dhe Zoti i tha Samuelit, dëgjoj zërin. Është e njëjta fjala, po e njëjta shprehje. Dëgjoj zërin e popullit në gjithçka që ata të thonë, sepse nuk të kanë refuzuar ty, po më kanë refuzuar mua që të mos mbretëroj mbi ta. Çfarë kërkuan ata? Ata e kërkuan një mbret. Çfarë tha Zoti? Dëgjoj zërin, jepu. Çfarë po bën Davidi në pikën e tretë? Përpara se ai të shkojë në lutje, ai po thotë do shkoj tek Zoti, edhe do të flas me atë. Edhe çfarë do të them atij të kthejë gjithë vëmendjen, jo thjesht të flas ta fjalë ajër, por dua që ai të ketë vëmendjen e tij nga unë. Atim kthe vëmendjen nga unë. Pastaj, e di çfarë? Ja ku jam një libër i hapur, merr në konsiderat meditimet e mia, mendimet e mia. Ma jep atim tani. Çohesh. E mora. Sepse ai është Perëndia im. Ai është Perëndia im. Ai është ai që punon në mua, edhe vepron në mua, dhe më përgjigjet mua. Pra Davidi shkoi me sigurinë në lutje. Davidi po ndërhyn te Perëndia në konfidencë si një mik, në kuptimin e plotë të fjalës, duke kërkuar vëmendjen e plotë të Perëndisë, për shkak të meditimeve të tij. Për shkak të meditimeve të tij. Dhe i thot Perëndis, dëgjoj zërin tim. Ma jep atë që po të kërkoj. Në Testamentin e Ri ne kemi kështu të shprehur e para Gjonit 5:14-15. Dhe ky është mirëbesimi që kemi në ta, se po të kërkojmë ndonjë gjë sipas vullnetit të tij. Ai na dëgjon. Dhe nëse e dim se ai na dëgjon çfarëdo që të kërkojmë, ne e dim se i kemi kërkesat që dashëm prej tij. Një njeri që çohet nga lutja, edhe i sigurt që Zoti është përgjigjur, është një njeri që ka meditimet e tij përpara Zotit, për Perëndin dhe për fjalën e tij. Po që të kesh mendje të përtërirë, duhet të rish me fjalën e Zotit. Nuk mundet të ripërtërish mendje ndryshe, sepse kjo është mendja e Krishtit. Ajo që Perëndia po thot në këto dy vargje tek e parë Gjonit është se po të kërkojmë ndonjë gjë sipas vullnetit të tij, i kemi ato që i kërkuam. Kjo është ajo që Davidi thot në pikën e 3. Tani le të shohim disa gjëra. O mbreti im, thot, dhe Perëndia im. Tani Jezusi nuk është mbreti i kishës. E kuptoj si flasim neve, por sipas doktrinës, Jezusi është kreu i kishës. Ai një ditë do të vijë edhe do të bëhet mbreti i mbretërve, do të mbretërojë. Por ai është mbreti i Izraelit. Por është kreu i kishës sepse kisha është organizmi i gjallë. Edhe ai na udhëheq ne me anë të fjalës së tij. Ne jemi trupi i tij. Kjo është e rëndësishme për të kuptuar këtë.
Nga ana praktike thot, në mëngjes do të drejtoj lutje. Tani sigurisht gjë më e mirë që mund të bëhet në jetë është të filloj ditën me Zotin. Në fillim Perëndia. Sa hap Biblën është gjithë gjërat fillojnë me Perëndin. Sa më të hapësh ditën është mirë të fillojnë gjërat me Zotin. Po nuk është vetëm mëngjesi për të lutur. Sepse mund të thoni me iku mëngjesi. Sepse Bibla thot te Psalmi 55:17, në mbrëmje, në mëngjes e në mesditë unë do të lutem e do të thras me Zot të lartë, dhe ai ka për të ma dëgjuar zërin. Tani do lutem 3 herë në ditë, iku mbrëmja, iku mëngjesi, iku pastaj si duhet të lutem. E para Thessalonikas 5 na vendos standardin e lutjes në vjatën e re, pa pushim. Pra jeta e jonë duhet jetë një jetë që është e varur gjithmonë tek Perëndia, duke komunikuar vazhdimisht me Perëndin tonë. Ky është standardi i lutjes, jo vetëm thjesht mëngjesin, jo vetëm thjesht mesditën, jo vetëm thjesht mbrëmjen, por lutuni në çdo kohë, në çdo lloj lutje, përgjërimi në frymën. Nga ana doktrinare në mëngjes, shprehja është e lidhur me ardhjen e dytë të Krishtit. Edhe sa herë që do të gjeni në mëngjes në vjatën e vjetër apo në vjatën e re, do të kuptoni që konteksti ka lidhje me kthimin e dytë të Jezu Krishtit dhe ka të bëjë me të ardhmen. Shikoni pak tek Eksodi 19, vargu 10 dhe 11 dhe 16. Dhe Zoti tha Mojsiut, shko te populli dhe shenjtëroj ata sot dhe nesër të lajnë petkat e tyre dhe të bëhen gati për ditën e tretë, sepse në ditën e tretë në sy të gjithë popullit Zoti do të zbresë mbi mali Sinai. Dhe kur zbriti Zoti, dhe Bibla thot në ditën e tretë sa u bë mëngjes. Pati bubullima dhe vetëtima mbi mal doli një re e dendur dhe u dëgjua një zë shumë e fortë, borie, dhe tërë populli që ishte në kamp u dro. Tek Malakia 4 Bibla na tregon që Jezusi do të kthehej si dielli i drejtësisë. Mirë po, mëngjesi ka të bëjë me kthimin e dytë të Zotit Jezu Krisht, me mbarimin e kohës mundimeve ose trazirave dhe me ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Sepse tani jemi në kohë nate, kur Jezus ishte në tokë, ai ishte drita e botës, po ai u largua edhe do të kthehet. Dhe kur ai të kthehet, do të jetë ditë. Në Bibël quhet dita e Zotit. Po kur ai të kthehet, ai është ylli i mëngjesit, kur ai të kthehet, ai do të kthehet në mëngjes, dhe kur ai kthehet është mëngjes. Prandaj kur gjejmë shprehjen në mëngjes ka lidhje doktrinare me kthimin e dytë të Jezu Krishtit, me mbarimin e kohës mundimeve. Prandaj Psalmi 5 na vendos në kontekst, duke krahasuar shkrimet me shkrimet në doktrinë, me një kohë kur Jezu Krishti kthehet. Tani vjen re diçka tjetër, thot te Psalmi 5 vargu 3, në mëngjes ke për të dëgjuar zërin tim, o Zot, në mëngjes do të drejtoj lutjen te ti e do të ngresh shikimin lart. Nëse e dini historinë e ardhme, historia e ardhme është që Perëndia do të rrëmbej kishën dhe pastaj do të flasë me Izraelit, do të kthej zemrën e Izraelit tek vetja, Izraeli do të njohë që ai që kishin kryqëzuar ishte Mesia, e do të njohin Perëndin. Ata do të kuptojnë, ata do të plotësohet ajo profecitë tek Mikea që thuhet, ose tek Zakaria që thuhet do të vështrojnë drejt meje, drejt atij që kanë ferur. E do të pranojnë, do të vajtojnë. E ndërkohë që ata do të njohin Zotin, Bibla na tregon që Antikrishti së bashku me gjithë ushtritë e botës do të sulmojë Izraelin. Dhe Izraeli ndodhet në një kohë shtrëngimi pasi kisha të rrëmbejë. Edhe në këtë kohë ankthi, ndërkohë që ai kalon në këtë kohë mundimesh, vjen një pikë në fund të historisë së mundimeve. Ndërkohë që Izraeli është sulmuar nga Antikrishti bashkë me Kombet e Bashkuara, Bibla thotë që ai në mëngjes do të thrasë Zotin dhe do të ngresh shikimin e tij nga Zoti. Dhe Romakët 11 na tregon që nga Sioni do të vijë çlimtari. Perëndia do të zbresë nga qielli. Kjo është për sa i përket doktrinës, sa i përket praktikës. Ne duhet të ngrejmë sytë e të kërkojmë gjërat që janë lartë. Kolosianët 3 na tregon që nëse ju jeni ringjallur ose keni pranuar Krishtin si shpëtimtarin tuaj, thotë nëse ju jeni çuar prej së vdekurit, frymërisht sigurisht kjo, bashkë me Krishtin kërkoni ato gjëra që janë lartë. Atje ku Krishti është ulur përbri dorës së djathtë të Perëndisë. Dhërani prirjen tuaj, zemrën tuaj, qëndrimin tuaj, dëshirat tuaja për gjërave që janë lartë. Lartë është Jeruzalemi i ri. Në anën e gjithë, po mbi të gjitha lartë është Perëndia ynë. Lartë është fjala e Zotit. Lartë janë njerëzit e Perëndisë. Lartë janë premtimet e Perëndisë që një ditë ai do të kthehet mbi të gjitha që i gjejmë në fjalën e tij. Lartë janë përblimet, mbretëria. Tani vargjet 4 deri në 6, Davidi duke folur dhe thotë për karakterin e Perëndisë.
Zakonisht këto gjëra që gjenden në vargjet 4 dhe 6 për karakterin e Zotit nuk parathuhen. Por Perëndia është edhe i tillë. Nuk është vetëm një anë, nuk është vetëm i hirshëm. Ai është dhe i drejtë. Nuk është vetëm i dashur. Ai është dhe i shenjtë. Nuk është vetëm i perëndifalës. Ai është dhe hakmarrës, plot zemërim. Perëndia është një qenie e ekuilibruar. Edhe thotë se ti nuk je një perëndi që gjen kënaqësinë e ligësi. Perëndia nuk kënaqet me ligësinë. As e keqja nuk ka për të banuar me ty. Të marrët ose budallënjt s'kan për të qëndruar në praninë tënde. Ti urren të gjithë punëtorët e paullësisë. Vëra, nuk thot ti urren paullësinë, nuk thot ti urren mëkatin, po e do mëkatarin. Kjo është një shprehje laudiciane faktikisht. Një njeri derisa të pranojë Jezu Krishtin mbi të qëndron zemrimi i Zotit. Sepse Krishti vdiq në kryq për mëkatin, për mëkatet, se për mëkatarët. Edhe nëse një njeri nuk ka pranuar Krishtin mbi të është zemrimi i Zotit, sigurisht Perëndia ka derdhur hir mbi këtë planet. Jam dakord. Edhe nëse njeri nuk shpëtohet, atë mëkatari ka një problem serioz. Por Zoti thotë ti urren punëtorët e këqij. Pra po flas për njerëzit, nuk po flas për veprat. Tani së pari janë 3 gjëra këtu. Perëndia është i shenjtë. Së dyti Perëndia është një person. Sepse ai është edhe i dashur, është dhe urryes. Edhe Perëndia është sovran. Domethënë vargu i fundit është ai do të vendos shkatrim. Nëse nuk e njeh Jezu Krishtin, do të përballesh me gjykimin e Perëndisë në zjarr të përjetshëm. Ai është tmerrsh. Por nëse e njeh Jezu Krishtin, atë do të përballesh me hirën e Perëndisë, sepse ai mori zemërimin për ty. Këto janë të vërtetat e Biblës. Shikoni pak Hebrej 1 vargu 9, e ke dashur drejtësi bërjen. Po flet për Jezu Krishtin dhe ka urryer paullësinë. I njëjti Perëndi ka dashuri dhe urrëtie. Nuk është vetëm e dashur. E anit e Jezusi, Jezusi ju do juve, edhe besonin Jezusi do shkonin në paradiz. Jo. Perëndia na tregon që ai urren mëkatin. Edhe mëkatari do të përfundojë në zjarr të përjetshëm. Por ai siguroi një rrugë për mëkatarin, duke paguar me anë të Jezu Krishtit në kryq. Edhe aty do të marrësh hirën e Perëndisë, sepse drejtësia e Perëndisë dhe dashuria e Perëndisë u puqen në një vend. Në një kryq ku Krishti vdiq duke paguar mëkatin tuaj është hir, po duke vendosur gjithashtu drejtësinë një pa mëkat, u bë mëkat për gjithë mëkatarët. Shenjtëria e Perëndisë dhe hiri e Perëndisë u takuan në një kryq. Ne të vazhdojmë pika e dytë. Pika e parë siguro efektshmërinë e lutjes. Mos harrojmë këtë që Davidi nuk po lutej, po përgatit veten për të lutur, edhe ai po i thret Zotit të kthej vëmendje nga. Pastaj po i referohet Zotit të marrë në konsiderat mendimet, meditimet e tij. Dhe pastaj po i thot, më dëgjoj çfarë po të kërkoj ma jep. Ma jep atë që po të kërkoj. Kjo është siguri. A nuk tha Bibla që nëse kërkoni sipas vullnetit të tij, ju a jep ai apo? Një njeri qohet i sigurt që e ka marrë atë që Zoti ka. Pse? Sepse meditimet e tij janë të hapura përpara Zotit, për Zotin dhe për fjalën e tij. Nuk është thjesht ndalojmë një çast, lutemi, pastaj mbarojmë, vazhdojmë mendimet tona në gjëra të përkohshme. Nuk është ashtu. Është një jetë vazhduese. Garanto marrjen e zotimeve. Tani vargu 7, Davidi po bën diçka interesante. Edhe ai në këtë ecje, ndërkohë që ai ka rregulluar këto gjëra, edhe ka filluar me Zotin, sepse unë do të ecë me Zotin, edhe që të ecë me Zotin duhet të kem mendimet si Perëndia. Tani ajo që bën është Davidi po merr vendim, edhe ka një zgjedhje, ose ka një zotim. Dhe nuk thot zgjidhni, po thot unë, nuk thot ju. Po thot unë, nuk thot çfarë do bëjnë të tjerët, por thot unë. Është një zotim personal, nuk është zotim kolektiv, nuk është zotim për kishën, nuk është zotim për një shërbim, është një zotim personal. Sa për mua? Sa për mua? Është një shprehje interesante, që të ecë me Zotin është zgjedhje. Sa për mua? Sa për mua? Do të ecë me Zotin. Shikoni pak, zotimet në Bibël janë të drejta për të bërë. Jakobi thot tek Zanafilla 28:20 dhe Jakobi bëri një zotim, duke thënë, nëse Perëndia do të jetë me mua, e do të më ruaj në këtë udhë ku po shkoj dhe do të më ja buk për të ngrënë e petka për të vesh.
Jakobi ishte duke ecur edhe pasaj ai po ikte në fakt nga vllai i tij Esau edhe po shkon drejt lindjes, edhe ndërkohë që ai fle, edhe ajo që ndodhesh në një vegim, i shfaqet në një ëndër, i shfaqet shtëpia e Perëndis me engjëj që zbrisin gjitin e quajti atë vend Bethel, nëse keni lexuar librin e Zanafilit, po këtu ai bën një zotim. Edhe zotimi është i lidhur nëse do të shoh dorën e Perëndis në këtë pjesë të jetës, unë do të bëj. Mjaft nga ne kështu kanë bërë, kur kanë qenë me provime në shkollë, kanë thënë nëse Zoti do kujdeset për mua këtë, unë do të bëj këtë. Disa të tjerë kanë qenë probleme me shëndetin, nëse Zoti do të bëj këtë, unë do të bëj këtë. Edhe gjëra të ndryshme, situata të ndryshme në jetë. Ne bëjmë zotime dhe është drejt për të bërë përpara Perëndis. Kështu ndodhte Numra 21-22. Dhe Izraeli u zotua Zotit me një zotim duke thënë, nëse ti vërtet do të më dorëzosh këtë popull në dorën time, atëherë do t'i shkatroj krejtësi qytetet e tyre. E para Samuelit 1:11, Ana, ajo bëre një zotim. Nëse ti më jap një berë, unë do ta jap ty. Nëse ti më jap punë, unë do t'i jap të vjetën. Okej. Nëse ti më jap shëndetin, unë do filloj të shërbej ty. Okej. Nëse ti më kujdesesh për këtë, për familjen, familja ime do të shërbej ty. Okej. Është një zotim. Edhe ajo e dha Samueli me qëra fjala e dha Zotit. Te Psalmi 22-25 thot, lavdërimi im do të jetë për ty në asamblenë e madhe, përpara atyre që kanë frikë, unë do të paguaj zotimet e mia. Tani nëse bëjmë zotime, Zoti thot, pres ti paguash ato, ti mbash ato. Më ke borxh tani. Mbamon kur lutë kur isha student? Mbamon kur më the që do të ndjek ty derisa të vdes? Paguaj tani. Sepse unë jam një mbret i madh. Ju kujtohet pak sa zotime e keni bërë përpara? Tani e di që te predikuesi 5:5 thuhet, është më mirë të mos zotohesh, se sa të zotohesh atë mos e përmbushësh. Kjo është krejtësisht në rregull, nëse nuk zotohesh, nuk ke ndonjë gjë për të paguar Zotit. Por Bibla thot, nuk mund të ecësh me Perëndim pa zotime. Nuk mundesh. Sepse ecja me Zotin përmban zotime. Prandaj Davidi tha atë që tha, niveli i dytë për të ecur me Zotin, hapi i dytë për të ecur me Perëndin është duhet të zotohesh. Sepse Bibla thot, bëjeni zotime Zotit Perëndis tuaj. Bëjeni zotime Zotit. Dhe paguajani. Të gjithë sa janë rreth rrotull ti ti sjelli pesheshe ati që duhet pasur frikë. Te ligji për 12:11, Bibla na thot, atëherë ka për të qenë një vend, edhe po flet për tempullin që do të ndërtohet në të ardhmen, që Zoti Perëndia juaj do të zgjedh për të bërë të banoj atje emri i tij. Dhe atje keni për të sjellë gjithçka që ju urdhëroj. Pra Zoti po kërkon Izraelit ca gjëra që ai urdhëroi të sjellin atje në tempull, në Jeruzalem, në shtëpinë e Perëndis. Tani ne nga gjërat që urdhërojmë, ne kemi mësuar shumë për ofrimet për të dhjetën e tjera. Dhe vjen re, ofrimet tuaja të djegura, flimet tuaja, të dhjetat tuaja, ofrimin lartur nga dora juaj dhe të gjitha zotimet. Pra po aq sa rëndësishme është e dhjeta në sytë e Perëndis dhe zotimet kanë pesh në sytë e Zotit. Bëjeni zotime Zotit. Bëjeni zotime Zotit, thotë. Merrni për kushtime për të jetuar për Perëndin. Është e drejtë. Zoti pret që ne t'i bëjmë. Pasi bëjmë zotime, paguajni ato. Ato që janë bërë sigurisht. Po edhe gjithashtu, ai pret nga ne të marrim këtë gjë. Prandaj është ajo kënga që thotë, sa për vete unë zgjedh. Zoti t'i shërbej. Çdo vendim kushton. Por zgjedhjen kemi bërë të ndjekim Zotin tonë. Thirrja në dhjetën e re për të ndjekur Krishtin nuk është me detyrim. Jezusi tha dishepëve, nëse do kush dëshiron të më ndjek, dëshiron do, dhe të mohoj vetveten, të marr kryqin, të më ndjek. Por ai është një mbret i madh, dhe nëse dua të ec me Perëndin, atëherë unë duhet të përgatis veten time që lutja ime të jetë e pranuar dhe gjithashtu të bëj zotime. Do të bëj vendime përpara Zotit. Te Joshuai 24:15, e mbani mend përmendjen e parë? Sa për mua? Besoj se të gjithë e kuptojmë këtë. Sa për mua? Dhe vazhdon fjalia, sa për mua? Dhe nëse ju duket keq të shërbeni Zotit, zgjedhni këtë ditë, nuk thot nesër. Strategjia e djallit është nesër do marr vendime. Nesër do lexoj Biblën. Nesër do lutem. Nesër do ungjillizoj. Nesër do marr një përkushtim. Nesër. Dhe nesër më nuk vjen kurrë, sepse nesër them nesër. Pastaj vim pas nesër, më pastaj them nesër. Zoti thot këtë ditë sot. Nëse ka ndonjë zotim që do të merrni sot në 17 maj. Jo në 18. Vjen këtë ditë thot, kujt doni ti shërbeni? Perëndive? Sepse një njeri nuk mundet të jetë neutral.
është duke I shërbyer dikujt. Zgjedhni do të shërbeni Perëndive me po të vogël, apo të shërbeni Zotit, sepse asnjë njeri nuk është pa I shërbyer dikujt. Perëndive që shërbyen etrit tuaj në anën tjetër të bërshimit, ose perëndive të amorinëve në truallin të cilit ju banoni. Zgjedhni. Sa për mua? Këtë tha Davidi. Sa për mua? Sa për mua? Unë vetë, nuk e di çfarë po bën kisha. Nuk e di çfarë po bën skuadra. Nuk e di çfarë po bën njerëzit e Perëndis kudo në Shqipëri. Nuk e di. Sa për mua? Është një thirrje personale, një zotim personal ndaj një Perëndie për të ecur me të. Te Romakët 6:6 thuhet në Dhjetën e Re, duke ditur këtë se njeriu I vjetër është kryqëzuar bashkë me të që trupi I mëkatit të shkatërrohet, që tash tutje të mos shërbej më mëkatit. Sa për mua, përmendja e parë ka të bëjë me shërbimin. Nëse mund të ecë me Zotin, duhet të shërbej Perëndis. Në qoftë se nuk mund të shërbej Perëndis, nuk mund të them që po ecë me Zotin. Por do të marr një zotim të shërbej Zotit tim. Ati që vdiq për mua, ati që u varros për mua, ati që u ringjall për mua, ati që do më marrë një ditë, e do të më çojë në shtëpi, do të banoj me të prje. Ati kam borxh, sepse isha I vdekur në fajin e mëkatit, por ai më dha jetë. Ati do të shërbej, por jo më mëkatit, jo më natyrës së vjetër. Prandaj edhe tek Luka 16:13 thuhet asnjëri nuk mund të shërbej dy zotërinjve. Nuk mundet. Filipianët 2:2 tani shikoni kur Bibla na tregon për shërbimin, sa për mua të shërbej, se çdo të thotë të shërbej. Gjë e parë kur ne krahasojmë shkrimet me shkrimet është të shërbej ungjillin njerëzve të pashpëtuar. Sepse Bibla na thotë Filipianët 2:22 thotë, por ju e njihni provën e tij, prej tij, po flet Pali, po flet për Timoteun, si një bir me të atin, ai ja ka shërbyer bashkë me mua në ungjillin. Ai ka shërbyer bashkë me mua në ungjillin. E mbani mend 2 Korintasit 5:17-18, nëse dikush është në Krishtin është krijesë e re. Pastaj vargu 18 thotë, bashkë me krijesën të re, Perëndia na dha shërbimin e pajtimit. Atë sa për mua të shërbej Zotit, çdo të shërbej Zotit. Unë kam një vend shërbimi në adhurim, lavdi Zotit për këtë. Kemi një shërbim në kishën lokale, dakor. Por shërbimin sipas fjalës së Zotit është së pari ka të bëjë me ungjillin. Në qoftë se ju I shërbeni Zotin e duke ungjillizuar. Së dyti është shërbim ndaj shenjtorëve. Pra shërbim ndaj të pashpëtuarve, po ndaj shenjtorëve. Galatasi 5:13, por vëllezër ju jeni thirrur te liria, mos e përdorni lirinë tuaj si shkas përmisit, por me anë të dashurisë shërbejeni njëri tjetrit. Pra Perëndia na mëson që sa për mua do të shërbej Zotit, çdo të thotë. Shkrimet na mësojnë. Duke krahasuar me njëra tjetrën, do të thotë ndaj ungjillin, po e shërbej Zotit. Të shërbej të tjerëve me dashuri, po e shërbej Zotit. Prandaj Pali thotë tek Romakët 15:25, por tani po shkojnë në Jeruzalem për të shërbyer shenjtorëve. Duke u shërbyer njerëzve të Perëndis, po jo vetëm atë, por edhe Krishtit, e gjem te Kolosianët 3, vargu 24 thotë, duke ditur se nga Zoti keni për të marrë shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju I shërbeni Krishtit Zotit. Si I shërbejmë Krishtit Zotit? Kolosianët 3, gjithë kapitulli është kontekst, dhe vargu 24 e mbyll. Konteksti më sipër është që ne duhet të shërbejmë njëri tjetrit. Thotë vishni për ulësinë, vishni dashurinë. Me përullësi, me dashuri, kjo është mënyra asini Perëndia na kërkon që të merrem me njëri tjetrin. Pastaj më mbrapa na tregon se si të sillemi në martesë, çfarë duhet të bëj burri, ka një rol. Çfarë duhet të bëj gruaja, ka një rol. Kur ajo përmbush rolin, kur ai përmbush rolin, janë duke shërbyer Krishtit, sepse Zoti I vuri këto gjëra në mënyrë që familja e Perëndis të shfaqë lavdinë e Perëndis. Çfarë duhet të bëj një baba me fëmijët? Zoti e thotë. Çfarë duhet të bëj një fëmijë me babain? Zoti e thotë. Çfarë do të bëj punëdhënësi me punëtorët? Zoti e thotë. Çfarë do të bëj punëtorët me punëdhënësin? Zoti e thotë. Kështu I shërbeni Krishtit, duke përmbushur rolin. Sa për mua, përmendja e parë ka të bëjë me shërbimin. Sa për mua, mund të studioni vetë në shtëpi, por kam nxjerrë këtu. Do të shërbej Zotit. Jozue 1:24. Do të hyj në shtëpinë e tij, do të adhuroj. Psalmi 5. Do të eci në integritet. Psalmi 26. U përula, u luta, agjërova për të tjerët kur ishin sëmurë. Wow. Sa për mua, është zgjedhje. Të gjova që filani është sëmurë, jam ullur, jam përullur, kam agjëruar që ai të shërohet. Sa për mua. Lotja ai me drejtohet Perëndis. Sa për mua. Psalmi Asafit. Gati rash, këmbët e mia po më rrëshqesin. Por e di çfarë? Hyra në shenjtërore. Pas fundin e tyre.
Mora zemër, edhe u ktheva vetë me Perëndin. Sa për mua, Zoti më jep një zbules. Arsyeja në qoftë se di diçka që di, është sepse Zoti më jep atë për të ndërtuar të tjerë. Jo për të kërkosur për mua. Jo sepse jam kush e di më. Sa për mua, Zoti më dha këtë gjë. Për hir të tjerëve, jo për mua. Pra, siguro fatshmërinë e lutjes. Garanto marrjen e zotimeve. Tani Davidi thot, sa për mua do vi në shtëpinë tënde. Zotimi I parë që bën Davidi është do vete në shtëpi. Është thjesht. Por është e rëndësishme. Sa për mua, unë jam në kishën lokale. Nuk janë të gjithë në kishën lokale. Por ata që zotohen përpara Perëndis, bëjnë zotime, paguajnë. Është shumë e thjeshtë. Sa për mua, do të vi në shtëpi, por Zoti e çmon këtë, sepse Perëndia është në shtëpinë e tij. Nuk mund të them po eci me Zotin ndërkohë që nuk jam në shtëpinë e Zotit. Sepse nëse jam duke ecë me të, unë do të vete ku është ai. Sa për mua jam në shtëpi. Dhe kush është shtëpia? Krahasojmë shkrimet me shkrimet. E para Timoteu 3:15, por nëse rri më gjatë që të dish se si duhet të sillesh në shtëpinë e Perëndis, që është kisha e të gjallit Perëndis. Atë kush është kisha? Shtëpia e Perëndis. Atë sa për mua, kam marrë një zotim, jam në shtëpinë e Zotit. Jam në shtëpinë e Zotit. Nuk ka rëndësi çfarë ndodh në këtë planet. Unë jam në shtëpinë e Zotit. Kam marrë një zotim përpara Zotit. Është zotim. Nuk është çështje, po dëgjoj, ja ndje mirë sot edhe u ngrita keq të mos shkoj në kishë. Është zotim. Bëjeni zotim e Zotit. Paguaj jam aty. Sepse është një zotim më. Prandaj Psalmi 122:1-2 thotë, u gëzova kur më thanë shkojmë në shtëpinë e Zotit. Okej. Lavdi Zotit, nxisim njëri tjetrin. Hajde vemi në kishë, hajde vemi në shtëpi, hajde lavdi Zotit. Por vajtja në shtëpinë e Perëndisë është zotim. Nuk është çështje emocionesh, është zotim. Unë eci me Perëndin dhe jam në shtëpinë e Perëndisë. Këmbët tona do të qëndrojnë brenda portave të tua, Jeruzalem. Pra garanto marrjen e zotimeve. Vjen re thot, do të vi në shtëpinë tënde në marrjen e mëshirës sate. Davidi e kupton që të shkosh në shtëpinë e Zotit, do të takosh një Perëndi të shenjtë. Edhe ai e di që nëse do shkoj atje do të shoh veten të popastër. Sepse ai është I drejtë dhe unë jam I ndotur. Por ai thotë, unë do të vi në shtëpi, jo duke u mbajtur tek shenjtëria jote, te drejtësia jote, do vi në shtëpi. Edhe ne kemi qenë gjithë javën me një botë e egër që do të na çojë në mëkat, me një mish që na lop për të mëkatuar, edhe ndonjëherë të dielën në mëngjes nuk ndihemi fort mirë për të ardhur në kishë sepse kemi qenë rënd në gjithë javën apo jo. Por do të vi pse në marrjen e mëshirave, do më thënë, kaq të mëdha janë mëshirat e tua, do të vi tek ti Zot, nga mëshira jote, nga shumë e madhe mëshirës tënde në Krishtin Jezus Zotin tim. Pra vi në shtëpi nga moria e mëshirave të Zotit. Jo nga drejtësia ime. Prandaj nëse ndiheni keq sepse keni jetuar gjëra që nuk duhet jetoni gjatë javës, apo nuk mendoni që jeni të denjtë të vini në kishë, dini çfarë? Zotimet mbahen nga moria e mëshirave të Perëndisë. Afroni të hir. Nga moria e mëshirave të Zotit. E dini çfarë bëri një djalë plank prishës? Ai iku te Luka 15. Edhe kur ai iku, në një moment ai erdhi në vete thot Bibla. Edhe tha, do kthehem tek atim. Edhe të them ati, kam mëkatuar kundër qiellit dhe te trajtohem si një nga mëditësit e tij. Ai do kthehej tek mëshira e babait, jo tek drejtësia e babait. Dhe Bibla thotë që ati kishte syt nga rruga dhe sa e pa, domethënë ati qiellor ka syt e tij mbi ne të vim në shtëpinë e tij. Thot Bibla, nuk po përpiqem që të bëj politik që të vini në kishë. Po flas që mendjet tona ati janë të drejta sipas fjalës së Zotit. Edhe Bibla na tregon që ndërkohë që ai djali prankprisës po ngrihet, edhe ajo që po shkon tek shtëpia e atit në morinë e mëshirave të tij. Por vllai tjetër, sa erdhi, tha, unë kam parë gjithë javën çka ka bërë ai. Unë kam parë atë duke për mëkat. Edhe kur erdhi këtu, ne çfarë as nuk e përshëndesim sepse ne jemi veshur me drejtësi. Edhe ai nuk përballet me morinë e mëshirave të Zotit, përballet me legalizmin tonë, me farcillëkun tonë. Por në shtëpinë e Perëndis vihet nga morinë e mëshirave të Zotit. Edhe Zoti u mor me atë djalin.
Pra babai u mor me atë djalin dhe Zoti do merret me ne. E kemi një problem. Nuk e ka ai problem. Ja nuk e dini që edhe ju jeni mëkatar të rilindur apo jo? Mëkatar të rilindur jeni. Edhe të gjithë vim nga moria e mëshirave. Kjo nuk po them që justifikohet sjellja e keqe. Por ne vim në morinë e mëshirave të Zotit. Je vim si bitë e tij, vim si fëmijët e tij. Edhe tjetra thot, në frikën tënde do të adhuroj. Ai vetëm të vish në kish është zgjedhje, po dhe të adhurosh Zotin është zgjedhje. Është zgjedhje. E dini se jo gjithmonë ndihemi të këndojmë, jo gjithmonë ndihemi të adhurojmë, jo gjithmonë e me qëra fjala nuk është vetëm kënga adhurimi, por kënga është pjesë e adhurimit. Jo gjithmonë ndihemi që t'i japim, jo gjithmonë ndihemi që të vime të këndojmë Zotit. Por Bibla thot që unë do të këndoj Zotin në çdo kohë. Në çdo kohë. Lëvdimi do të jetë gjithmonë në gojën time. Dikush më tha një herë, nuk mund të marr pjesë në adhurim sepse nuk jam mirë me Zotin. E pra po ke harruar ca gjëra që do të shkosh tek Zoti edhe në morinë e mëshirave, por gjithashtu do të kuptosh që ai është i drejtë dhe ka një burim. E para Gjoni 1:9 po të rrëfej mëkatet tona, ai besnik dhe ai drejtat e vetë tek ai edhe e kuptoi atë, edhe ai është i drejtë edhe i shenjtë edhe Zoti vit tek ti me dridhje. Por gjithashtu vit të ofroj ty frutën e buzë, vetëm ti e Zoti, ti e i denju të lartësoj ty, të ngërlar ty. Është sakrificë. Është e lirshme të adhuroni Zotin kur jeni mirë me Zotin. Por është ofertë që ka vlerë në sytë e Perëndis kur nuk ndiheni emocionalisht mirë. Ka pesh. Sepse është sakrificë. Edhe është zgjedhje të vish edhe të adhurosh Zotin. Dhe nuk do vish vetëm kur fillon predikimi, të vish në fillim, sepse zgjedh të adhurosh Zotin. Edhe tjetra vazhdon me frikë, sepse thuhet ai është Zoti i madh patjetër. Kërko udhëheqjen e Perëndis. Udhëheq më Zot. Shikoni pak progresionin. Davidi ka përgatitur mendimet e tija, edhe thot, do vete në lutje, po para se të vete në lutje, unë e kuptoj, do të kërkoj Perëndis të kthej vëmendje nga unë, do të kërkoj Perëndis që çfarë të më shikoj, të marrë në konsiderat mendimin tim, mendimet e mia, dhe pastaj do të them Perëndis ma jetë. Pastaj thot, unë qohem, sepse Zoti është një bret i madh do të bëj zotime. Unë do të ecë me Perëndin. Edhe që të ecë me Perëndin e di çfarë, u zgjedh të vi në shtëpinë e Perëndis. U zgjedh që të adhuroj atë. U zgjedh të shkoj tek ajo nga drejtësia ime, po nga moria e mëshirave të Zotit. Dhe pastaj tani Davidi është dorëzuar, edhe tha Davidi tani nuk kërkon më drejtimin e vet. Tani përdesa është dorëzuar dhe ai nuk ka planet e vet, agjendën e vet, edhe asnjë gjë. Ai kërkon nga Zoti, Zot, unë ngrita tani, unë mora vendime tani, unë mora zotime tani, kam nevojë për ty, për të më drejtuar. Unë nuk më drejtoj më veten time, unë pres drejtimin tënd. Edhe udhëheq më Zot. Një nga gjërat më të mahnitshme për Perëndin është të shoh fëmijën e tij, edhe ti thot drejto më Zot, nuk di nga të ecin, çfarë do që të bëj? Drejto më Perëndi. Kërkojini Perëndis që ai t'ju drejtoj, do t'ju drejtoj. Ai do të eci me rë edhe me zjarr. Ai do të bëjë të mundur që ju të shikoni shtekun. Dhe Bibla thot për shkak të armiqve, sepse armiqët thonë për mua, kush Perëndia? Kush Zoti yt? Edhe armiqët kërkojnë të më bëjnë rrëmuj, edhe kërkojnë të më ngatrojnë, edhe duan që të mos di të ecë me Zoti, po unë kam ty Perëndi, më ndihmo. Udhëheqem, drejtohem Zoti im. Është një lutje besimi që është varur plotësisht te Perëndia. Më drejto Zot. Më udhëhiq, do të gjeni në shkrime në të vërtetën tënde. Më udhëhiq në një shtek të shesh, sepse e kam male, nuk po kuptoj nga po eci. Më udhëhiq në adhurim drejt teje. Zoti mund të bëjë të mundur që të adhurojmë atë. Fryma e shenjtë do të bashkohet frymës sonë me fë të vogël në adhurim ndaj tij. Më hiq në shlodhjen e zemrës time. Zemra ime është e rënduar. A keni zemrë të rënduar? Kërkojini Zotit drejtim që të shloh në rrugën e përjetshme, në tokën e drejtësisë, në drejtësinë tënde. Edhe këtu thot, për shkak të armiqve të mi, bëje të drejtë. Çfarë do që të bësh? Çfarë do të bëj Zoti im? Nuk e di. Çfarë do që të jetë? Unë kam nevojë për dritë, kam nevojë për drejtim. Me pak fjalë, bëje të drejtë rrugën për kamë. Ndihmo ta shoh drejtimin tënd, nga më do. Do të eci këtej më ndihmo, do të eci këtej më ndihmo. Më ndihmo Perëndi. Se Perëndia do të veprojë. Por është i dorëzuar, nuk është më ndihmo Zot edhe pastaj filloj vazhdoj planet e mia. Është i dorëzuar, ka kërkon drejtimin e Zotit dhe pret me besim drejtimin e Perëndis dhe kur e merr ndjek atë.
Dhe gjë e fundit që shohim mashin kur ajo njerëzit e Perëndis. Davidi ndalon këtu tani edhe ai kthehet plot për njerëzit tani. Deri tani e kishte me jetën e tij personale. Tani thot, le të ngazullohen të gjithë që ja vën besimin e tyre tek ti. Le të brohorasin për herë nga gazullimi sepse ti mbron ata. Le të ngazullohen në ty edhe ata që duan emrin ta. Wow. Keni vënë besimit e Zotit, ngazullohu, sepse ai mbron. Brohorisni. E doni emrin e tij, ai që emrin mbi çdo emër, ai quhet Jezus. Ngazullohuni. Ngazullohuni. Ai e heq syt nga vetja dhe ai kthehet të tjerë. Nuk u thot, çfarë po bëm me Zotin? Sa për mua? Unë e bëra vendimin. Jo, ngazullohuni. Ngazullohuni. Prandaj është parimi drejt, edhe nëse ke një dishepull, e di çfarë, ec, vetëm ec. Po atë gëzohu, ngazullohu. Merë zemër. Zoti të mbron ty. Zoti të do ty. Këtë mësoj dishepullit. Sa për mua? Sa për mua? Kështu ecën një lider. Po lideri nuk mund të drejtoj veten. Lideri ka syt nga Zoti, më udhëheq Zot. Më drejto Zot. Sa për mua? Kjo është ecja me Perëndin. Prandaj Pauli tha, më ndiqni, por mos më ndiqni mua thjesht sepse unë jam drejtuesi, siç ndjek Krishtin. Por nëse jeta ime po tregon, dhe jeta ime është duke ecur, duke shërbyer Zotit, duke u gjilizuar, duke i dashur njerëzit e Perëndis, duke marrë vendime përpara Perëndis, duke qenë në shtëpinë e Perëndis, duke ecur me Perëndis, sa për mua. Zoti do punojnë ata, mos u shqetësoni për pjesën tjetër, di ta bëj Zoti. Në mos ai një tjetër, por sa për mua është një zgjedhje personale. Nuk është të shtyr njerëzit, por të ecë me Zotin vet. Po kur kthehem nga njerëzit, çfarë do të bëj? Gëzoj në Zotin. Ngazullohen në Zotin. Rini me Biblën. Keni mendimet e Perëndis. Rini me Biblën. Te Ezra 3 vjen re diçka. Ata këndoni së bashku me radhë. Bani mend çfarë thash? Jo vetëm e 10 ofrimet, por edhe zotimet kanë vlerë në sytë e Zotit. Tani jo vetëm këngët, por edhe brohoritjet kanë vlerë në sytë e Perëndis. A doni që vërtet adhurimi të jetë biblik? Zireni zarin, brohorisni për Zotin. Nuk përfshin vetëm këngën. Sepse Bibla thot, dhe ata këndoni së bashku, duke. Si këndohen? Lavdëruar, lavdi Zotit e dim këta, falenderuar, lavdi Zotit e dim këta, edhe vazhdon thot Zoti, sepse ai është i mirë dhe jep arsyet, se mirësia ati vazhdon për jetë ndaj Izraelit, edhe i gjithë populli brohorisne me brohoritje të mëdha. Keni dëgjuar ndonjëherë kështu? Sepse ne nuk kemi biblik, pavarësisht se kemi kisha biblike. Kur ishte brohoritja? Kur ishte brohoritja? Kur ishte? Si e thot Bibla? Kur lavdëroni Zotin. Kam qenë në një kishë të tillë një herë. Kam qenë. Ata e linin këngën, disa bam edhe vetëm lavdëroni, brohorisnin. Hej, haleluja! Edhe thoshin gjërat që Zoti vinte në zemër. Kur po shtrohej themeli i shtëpisë së Zotit. Kur shpëtohet një njeri, brohoris. Kur lavdoni Zotin, brohoris. Psalmi 98 vargu 4. I bëni Zotit brohorin nga zlimi. Bardhe o brohorit një zëlart. Doni më shumë fakte? Zëlart. Nga zëllohuni e këndoni lavdërim. Bibla do ju mësoj se ç'është adhurimi. Jo unë. Jo unë. Rini me Biblën. Fruma e shenjtë do ju mësoj juve e Biblën. Jo unë. Megjithatë jam këtu për të përçuar çfarë thot Zoti duke krahasuar shkrimet me shkrimet. Psalmi 132:9. Të bishem me drejtësi bërje për ftërinjtë e tu. A jeni për ftërinjtë të vjatës së re? Dhe shenjtorët e tu, a jeni shenjtor? Çfarë do të bëj shenjtor? Ne di nxjerrin zërin të këndon. Brorasin. Po nuk kualifikohesh nga zëri. Lexo këngën e këngëve 2. Ma bëj të dëgjoj zërin tënd, sepse zëri të shikandsh. Këndojeni Zotit. Brohoresni Zotit. Isaia 42:13 nga ana doktrinare. Brohoritja të lidh me ardhjen e dytë të Krishtit. Zoti do të marshojë përpara si burr fuqitar. Do të gredh xhelozin si burr luftëtar. Do të brohoras Zoti vet. Edhe kjo është në ardhjen e dytë. Po do të vrumbulloj, ai ka për të ngardhënyer kundër armiqve të tij.
Te Josueu 6:16-20, kur e lexoni brorit, janë duhet të çojmë mendja më një herë tek ardhja e dytë e Krishtit. Edhe kjo është koha kur Jezusi udhëheq përsëri Izraelin për të dhënë tokën e premtuar në ardhjen e dytë. Psalmi 5, vira diçka përsëri së fundi, le të ngazullohen, edhe Bibla na tregon tani në vargun 12 sepse arsyen, sepse ti o Zot do të bekosh drejt si bërg me hir. Domethënë do kthehem nga dëshepujt e mi, gëzohuni në Zotin. Ngazullohuni në Zotin. Sepse Zoti do të bekoj ty, ndërkohë që ecën drejt me të, me hir. Edhe ne kemi nevojë për hir apo jo? Jepuni hir njerëzve të Perëndisë që shërben me ju. Jepuni hir kishës të Perëndisë që është me ju. Kjo është ajo që do të dalë. Zoti do të derdh hir mbi ty, ndërkohë që ecën me të. Po e vetëm aq, po do të rrethoj ty, e di çfarë do të rrethoj me një mburoj. Atëherë do të bën mburojën që të mos goditesh. Zoti do të bëj. Psalmi 28:7 thotë Zoti është forca ime dhe mburoja ime. Psalmi 115:11, ju që keni frikë nga Zoti, bëni besimin në Zotin, ai është ndihma dhe mburoja e tyre. Le ta mbyllim. Si të ecësh me Zotin, ka edhe shumë gjëra të tjera që mund të nxjerrësh aty, nuk është shëruese. Por këto janë disa gjëra kryesore që vlejnë, që Perëndia dëshiron të dim sot, për të filluar të ecur me Zotin. Atë pikë së pari përgatite veten përpara se të lutesh. Shko te Perëndia dhe thuaj Zot, po vi tek ti, kthe vëmendjen nga. Nuk dua të jem thjesht zhurmë që kthe vëmendjen. Se një baba që shkon dhe kthe vëmendjen nga fëmia. Jo që ai nuk të dëgjon, të dëgjon. Sepse janë në Krishtin. Por gjithashtu, Zot merr në konsiderat, Zot ja meditimet e mia. Por nëse meditimet e tua nuk janë në rregull, rregullon meditimet. Dhe meditimet në rregullohen duke përtërir mendjen me fjalën e Zotit. Pastaj, ma jep Zot. Sepse kur ti ke mendimet e Zotit në mendje, di si do lutesh? Sipas vullnetit të Zotit. Sepse ti ke mendimet e Zotit. Jo sipas vullnetit tënd. Dhe kur ti lutesh sipas vullnetit të Zotit, ti e ke sigurinë, kam tani, kam. Pastaj e dyta është merr zotime. Çohesh, unë jam në shtëpinë e Zotit. Nga moria mëshirave të tij. Dhe gjithashtu jam aty për të lavdëruar Zotin. Për të adhuroj atë. Po gjithashtu kam dorëzuar veten dhe them Zotit më drejto. Ndërsa kthehem nga njerëzit e Perëndisë, gëzohuni, ngazullohuni. Nëse vërtet emri i Zotit është i çmuar për ju, gëzohuni. Sepse Zoti do t'ju bekojë ju. Atë që ecën drejt, thot Bibla. Me hir. E do t'ju rrethojë ju në mburoj. Me çfarë fjala? Këto të fundit janë nga ana ime për ju. Tre të parat, ashtu si ju dëgjuat, edhe o Zoti më flet dhe mua. Po le të ulim konkat tona, shkojmë te Zoti ynë. Nuk e di në çfarë Zoti ju ka folur, po le të përgjigjemi përpara Tij. Le të mos shqetësohemi për të tjerët, po le të marrim personalisht fjalën e Perëndisë. Ashtu si Davidi na mëson në frymëzimin e frymës së shenjtë nga Psalmi 5. A jeni të sigurt 100% që jeni të rilindur? A e dini me siguri që do të shkonin para nëse do të vdisni sot? Kjo është gjë më e rëndësishme për ju. Bibla thotë që ju jeni mëkatar. Bibla thotë që paga e mëkatit është vdekja. Bibla thotë që nuk mund të shpëtosh dot veten, këtë mëson. Sepse nuk e arrini dot lavdinë e Perëndisë. Por Bibla thotë që Perëndia të do ti. Edhe ai siguroi një rrugë shpëtimi për të shpëtuar nga mëkati, për të shpëtuar nga dënimi i përjetshëm. Dhe Jezusi është rruga. Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh. Nëse jeni i rilindur, përgatiteni veten përpara se të takoni mbretin e madh. Si janë mendimet tuaja përpara Zotit? A mund të thoni si Davidi me plot çiltërsi? Më heton nga brenda. Mund të thoni që mendimet e mia janë, meditimet e mia janë për ty të ëmbla. Meditimet e mia tërë ditën janë për fjalën e Zotit. Ktheuni nga Zoti për të rini mendjen me fjalën e Zotit. Çfarë zotimesh janë ato që Zoti po kërkon prej jush? Të lexoni Biblën, të vini në kishë, të adhuroni Zotin, të shërbeni Perëndisë,
Jezu u tha, sa për mua, do të shërbej Zotit. Kërkoni drejtim nga Zoti, në qoftë se ndodheni në një situatë që nuk dini nga po ecni. Kërkojeni Perëndis, ai do t'ju drejtojë. Sepse Zoti është i mirë. Dorëzoheni veten tuaj, thuaj, më drejto Zot. Edhe së fundi, silluni me njerëz të Perëndis në mënyrë biblike. Silluni me të tjerët në mënyrë biblike. Nxitini ata të lavdërojnë Zotin. Nxitini ata të prohrasin Perëndis. Nxitini ata të ngazullohen, sepse ai do t'i mbrojë ata. Nxitini ata të kthejnë syt nga ai, sepse Zoti do të bekojë drejt si bërësin. Edhe do ta mbrethojë me një buroj